Kuvendi i Kosovës mbetet i pa konstituuar, përplasje politike pas ndërprerjes së seancës. Pritshmërit ishin të larta që sot të konstituoj Kuvendi i Kosovës, por ndodhi një situate pa precedent. Seanca konstituive dështoi duke lënë pezull betimin e 120 deputetëve të zgjedhur. Por cila është arsyeja? Votimi për raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve nuk kaloi. PDK, LDK dhe AK votuan kundër. E pas ndërprerjes së seancës, tensionet politike u ritën ndjeshëm. Kryetari i LVV-s, Albin Kurti, reagoi duke i quajtur situatën të pashembullt në historinë politike të Kosovës. Ai akuzoi PDK-n, LDK-n, AK-n dhe Listën Serbe për, siç u shpreh ai, lan nam, ndërsa theksoi se qeveria e tij, po qeverisë mbar e mirë. Edhe Albulena Xhiu dhe Artan Abrashi nga kjo parti akuzuan partitë politike për pengimin e procesit parlamentar. Të njëjtën qasje ndau edhe Faton Peci nga lista Guxo. Në kundërpërgjigje, kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, deklaroi se raporti nuk mund të votohet përderisa kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kabineti i tij nuk japin dorëheqje. Dorëheqjet nuk jepen në Facebook, tha ai, duke kritikuar mënyrën e komunikimit të qeverisë. Edhe kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, e cilësoi jo kushtetues që zyrtarët e ekzekutivit të ushtrojnë njëkohësisht edhe mandatin e deputetit. Ai gjithashtu reagoi ndaj akuzave të LVV-s duke i quajtur ato pjesë të një gjuhe polarizuese. Kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, ka kërkuar që kryeministri e ministra të japin dorëheqje, siç u shpreh, nuk mund të ulen në dy karrige njëkohësisht. Por çfarë pritet të ndodhë mëtej? Për të informuar për zhvillimet e fundit, qëndroni në telegrafi.com.